Pas një rrugtimi të mbushur me tensione, emocione të forta dhe momente të shumta dyshimi, Gjesti dhe Egli duken më të afërt dhe më të vendosur se kurrë për të ecur përpara së bashku. Marrëdhënia e tyre e ndjekur me interes nga publiku gjatë gjithë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 u vu shpesh herë në provë, mes debateve, keqkuptimeve dhe afrimeve. Historia e tyre e dashurisë kaloi në ulje ngritje që bën që shumë njerëz të pyesnin nëse ndjenjat ishin të sinqerta apo thjesht pjesë e lojës së spektaklit. Por jashtë mureve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, gjithçka duket se ka marrë një kthes pozitive. Çifti ka vendosur t'i japë një shans të mirëfillt njëri tjetrit dhe të ndërtojë një lidhje të qëndrueshme larg kamerave dhe presionit të publikut. Në mbrëmjen festive të organizuar menjëherë pas finales së madhe, Gjesti dhe Egli janë shfaqur të buzëqeshur, të përqafuar dhe të qetë, një pamje që flet më shumë se çdo deklaratë. Ata kanë dhënë sinjale të qarta se po e përjetojnë një kapitull të ri, më të matur dhe më të sinqertë. Egli ka ndarë me ndjekësit një video të tyre në Instagram të shoqëruar me mbishkrimin domethënës "Dje, sot dhe nesër", duke lënë të kuptohet se kjo histori sapo ka filluar për të vërtetë.